Zotë Skiu, pse një hezitim i gjykatës kushtetuese për të vendosur për Ballukun? Presioni është shumë i madh. Ky thot jam unë. Siç kërcënoi në radhën e Olsi Ramës, që ne gjithë e pam se kush është e fytyra e personi që kishte kaluar kufirin bashkë me makinën ku ishte trafikant e drogës, dhe i tha jam unë, tha, nëse është Olsi personi që është në Teams, unë jap dorëheqjen, ata u detyruan të thoshin që nuk është Olsi, por nuk e dim se kush është. Ndërkohë që nuk e morën ta Uland ballën të pyetën thoshte që ti ta Uland me që na thua që e di se kush ishte ky personi se ne s'po e gjejmë dot. Por shqiptarët e panë që ishte Olsi Rama. Ne e njohim Olsi Rama. Edhe në rast gjykatë kushtetuese po i thotë që nëse kapet Balluku, kapem unë. Sepse kjo po më kërcënon. Kjo më thotë që nuk bën burg për mua. Siç bëri Sajmir Tahiri, siç bëri Ilir Beqa, që më ka hapi gojën. Damian Gjiknuri realisht nuk e ka pranuar burgun për Ramën. Kur doli skandali me Gonigalit, po t'ju kujtohet, Damian Gjiknuri tha, unë e kam takuar me Gonigalit, por me porosit të Ramës. Pra ti e të vinë, nëse më shet mua, unë do flas. Dhe presioni të gjykatës kushtetuese është shumë i madh për t'i dhënë kohë Belinda Ballukut që të shkatrojë gjitha provat që mundet ajo, pavarësisht se provat janë hapur tash. Ata kanë qenë në takim dhe ka foto, kanë qenë 3 persona: Edi Rama, Belinda Balluku, Arben Ahmetaj, me persona që kanë marrë tendrin e tunelit Llogaras disa javë përpara. Arben Ahmetaj thotë që ky tender është vendosur nga Rama. Personat që kanë fituar janë ata persona. Tendri ishte 40 milion, i fryr, sepse Kroacia ka bërë me $100 milion parafërsisht të ngjashëm tunelin, por më të sigurt dhe me më shumë korsi. Pra 2 në ikje, 2 në ardhje, jo 1 në ikje, 1 në ardhje siç e kemi ne. Edhe një emergjencë. Dhe kanë bërë për gati $100 milion. Ne kemi bërë $190 milion. Dhe kemi vjedhur 2 ura aty, kemi vjedhur një rrethotullim që njerëzit mos shkojnë nga rruga e vjetër, pra të ngjisin qafën e Llogaras, të ndalojnë të hanë një drek aty, të ndihmojnë komuniteti vendas, të punojnë bizneset, e kanë nxjerrë jashtë loje vetëm për të vjedhur. Sepse nuk u mjafton që kanë vjedhur 97 milionë euro tuneli Llogaras, po duan të vjedhin edhe me taksën që të kalojë aty vazhdimisht. Pra duan të marrin edhe 10 euro për çdo makinë që kalon. Dhe thash, gjykata kushtetuese është në presion jashtëzakonshëm. Provat nuk mund të fshihen, ta janë grupi strukturuar kriminal, por thjesht po marrin kohë, si çdo herë tjetër për të ulur pak edhe presionin popullor. Po të kujtoni edhe një gjë, kur Arben Ahmetaj e denoncoi për herë të parë Edi Ramën, në intervistën e parë që bëri, Rama pothuajse u lëshua komplet. Për 3 ditë nuk ka folur, as i socialist nuk guxonte të fliste, dhe thanë që mbaroi kaq ishte iku pushteti ynë, por tha do ja përgjigj 11 mars apo 11 shkurt kur ishte në asamblenë e Partisë Socialiste. Dhe nuk e dha përgjigjen. Pse ky nuk i përgjigjet ish zëvendësit vet? Pse ky person nuk i përgjigje për asnjë gjë? Sepse nuk ka ku dali. Njëherë që dha përgjigje për luftar hysën, doli që njëri thoshte ndryshe, tjetri thoshte ndryshe. Pra nëse ka një prokuror që do ta bëj punën me ndershmëri deri në fund, kur 2 persona japin deklarata të ndryshme për të njëjtën çështje, për të njëjtin takim, këta po gënjen dhe kanë diçka që po fshejnë. Thjesht është tash tentative Ramës, presioni jashtëzakonshëm në gjykatë kushtetuese për të marrë kohë. Kaq, dhe për të arritur një marrëveshje me partnerë ndërkombëtar për të shpëtuar kokën e Edi Ramës. Si e vlerësoni lëvizjen e Ervin Salianit ku ka nisur foltoren nga Durrësi ditën e tjeshme? A duhet kishte bërë më shumë brenda strukturave se sa të dilte në publik dhe të fliste, po themi, për çfarë nuk shkon në parti? Shiko, ja vetëm Saliani, për të gjithë personat që i bashkohen, e para duhet të jenë të sinqert me elektoratin, jo vetëm me elektoratin e djathtë, po me gjithë shqiptarët. Ka patur zgjedhje apo nuk ka patur zgjedhje? Nëse thuaj që kjo është çështje se dikush duhet të ikë, duhet të vijë unë, janë të gjithë njerëzit jashtë realitetit politik, ku ne po jetojmë. Dhe nuk arrin të dalin jashtë egos tyre. Edhe unë s'kam qenë kandidat për deputet. Por unë vazhdoj të punoj sepse unë e di që zgjedhjet janë vjedhur. Dhe puna nuk është për një karige. Apo një karige opozitare, se ndoshta disa njerëz janë mësuar që në opozit fitohet edhe je i qetë se t'akuzon njeri. Pra mund t'i vesh job dikujt, edhe ti do marrësh ato lekë që të duan, edhe vazhdoni qetë sepse nuk ke
kokçarje. Por në një situatë ekzistenciale ku është Shqipëria sot, dhe me aq vuajtje sa kanë, jo vetëm demokratët, që nuk shtyndot muajin, po gjithë shqiptarët, që u dritet mishi kur shkojnë e pagojnë faturën e dritave të ujit, që nuk kanë lek të mbushin frigoriferin me ushqime, që nuk kanë mundësi të bëjnë një palë pushime, apo nuk kanë lek të bëjnë ilaçe, apo nuk kanë mundësi të shërbejnë prindërve të sëmurë. Ne duhet kalojmë vetveten. Ne duhet që secili të japi më shumë nga vetja, sepse në fund do të jenë të gjithë të fituar. Pra unë nuk do të hyj më tepër në analizë me Saliani për këto tjetër. Thjesht po i them të gjithëve diçka. Nëse bashkohemi, nëse nuk ka tentativa për përçarje, të gjithë do jenë të fituar. Në një mënyrë ai tjetër. Do jenë të vjedhur, do të pagojnë më pak detyrime ndaj shtetit, do kenë mirëqenie më të lartë ekonomike, do kenë më shumë shërbime, dhe pastaj kush e meriton do e marrë dhe një post për të vazhduar karrierën e vet. Por karriera e çdo kujt, e Salianit apo çdo kujt tjetër, nuk mund të prevalojë mbi interesin publik të demokratëve të gjithë shqiptarëve. Se çfarë kanë, mund ta zgjidhin brenda partisë. Lëvizje për të krijuar fraksione në një kohë ku pushteti është shumë i dobët, por qëndron në këmbë vetëm duke propaganduar nga mëngjesi në darkë sa dobët është opozita, kjo është ushqim për pushtetin. Pra njerëzit kuptojnë që, okay, Rama ka vjedhur, pas ka vjedhur ai shumë vota, dhe problemi është tek PD-s, PD pas ka përçarje apo nuk kanë marrëveshje me tjetër, apo ka fajin X apo Y. Nuk do të përmend asnjë emër, se nuk është çështje emrash. Edhe un po të jem, çfarë do që të jem, kudo që të jem, do përballem me bandat. Unë shikoj në rrjetet sociale reagimin që marr. Do më shajnë edhe mua. Po supozojmë që iku Berisha, s'është më. Do thon për atë që do drejtoj PD-n, është kukull e Berishës, është zari i Berishës, është lodra e Berishës, e komandon Shkëlzeni, e komandon ai tjetri, e komandon ky. Pra propaganda do vazhdoj të bëjë të njëjtën gjë dhe do vazhdoj të vjedhë. Këta njerëz që duan të bëjnë karrierë politike, e kanë guximin të kalojnë vetveten dhe të kërkojnë bashkinë të gjithanshëm, sepse nuk ka zgjedhje tash. Nëse ka rregulla të qarta loje, janë zgjedhje lidhje të ndershme, po e ka fajin Ergesi, e ka fajin X, e ka fajin Y. Por në momentin që s'ka zgjedhje lidhje të ndershme, pra merre Partizani me Inter Miamin, hiqi Inter Miamit Mesin me të kuqe sa fillon loja, Jordi Alba, Luis Suarez me të kuqe, pa i kalit të futbollit tash. Jepi dhe 7 penalti Partizanit, do fitoj Partizani. Nëse ti merr liderët e opozitës dhe i fut në burg, e kalon ndjekje penale, nëse ti ke kapur gjitha mediat dhe propagandojnë nga mëngjesi darkë që është keq opozita apo ne punë të kemi mirë. Del Patona Xhiu thot, ky i ka vjedhur thot, po e ka bërë për ta mbajtur me turkun, pra për ta zbutur korrupsionin qeveritar. Nuk bie Rama kur nga pushteti në këtë mënyrë. E fundit Skënderbeu para se të vdiste ne dim se çfarë u tha princave. Dhe e dim se si shkoi, se ata nuk e ndoqën këshillin e Skënderbeut. Ka pasur zëra nga opozita, nga analistë të cilët underground thuhet që ka marrë një goditje nga Trump zoti Rama. Besoni që mund të ketë një goditje të fortë për Ramën në këtë periudhë? Pare edhe se ai nuk ka pasur asnjë vizitë, po themi, në Amerikë, qoftë edhe kur ishte Asambleja e Kombeve të Bashkuara. Rama e ka marrë goditjen. Rama e ka marrë të prerë. Unë kam thënë herë të tjera që kur ky personi fshiu fotot me Sorosin në nëntor, sepse fitoi Trumpi, priti të merrte një okay, pra një takim 30 sekonda me Trumpin apo një foto, nuk e mori dhe ka marrë një jo të prerë, pastaj shkoi Sorosin të dasëm. Pra vetëm zgjidhja e Ramës tash është një alibi që mua Trumpi mua bën personale. Sepse unë kam thënë që Trumpi është rrezik për marrëdhëniet shqiptar-amerikane për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse zgjidhet në 2016. Unë kam bërë humor me Trumpin dhe ai tani është djalli, ai është shumë akmarrës, ai është shumë i ligë dhe po ma bën personale, sepse nuk e pranon as shaka. Fakti që ky person dhe tani del të sulmon Amerikën, thot Amerika e zgjidhet me bomba, e zgjidhet me luftë. Ju europianët janë të mirë, thot, sepse ju e zgjidhni me dialog. Ndërkohë që Europa po shkon drejt shkatrimit me të majtën. E majta është vetëm për të shkatruar në gjithë botën. Jo vetëm në Shqipëri. Ky del dhe sulmon Amerikën. Ky po rrezikon dhe marrëdhëniet e Shqipërisë me Amerikën. Pavarësisht se Shqipëria
dhe Amerika kanë një lidhje shumë të fortë. Është lidhje emocionale që populli shqiptar i detyrohet Amerikës. Që ka ekzistencë e popullit shqiptar sot është fal presidenti Wilson. Dhe ne nuk e harrojmë kurrë. Edhe ndihmën që kanë dhënë për Kosovën, për të çliruar Kosovën. Kështu që Rama nuk e prish dot të marrëdhënie, por Rama thjesht tenton të negociojë largimin nga politika. E di që do largohet, por thjesht do të gëzoj miliardat që na ka vjedhur, se kur akuzohet Belinda Balluku për 2 miliard euro nga ish kolegu i saj, paramendo tash ku një organizatë kriminale kishte 6 miliard euro. Sa mund të ketë Edi Rama? 20 miliard, 50 miliard, unë nuk e di, nuk do të spekuloj. Por një njeri që ka gjithçka në kontroll, edhe për pak kohë, ndoshta për pak javë apo për pak muaj, është ende në pushtet. Ky person i padiskutim që është më i fuqishëm se ata tjerë ekonomikisht, sepse të gjithë ta vjedhin dhe japin Ramës. Të gjithë ta shesin drogë dhe çojnë edhe Rama një pjesë. Pra kumbari i krimit organizuar në Shqipëri është Edi Rama. Dhe pa diskutim, që thash, gjithë të pasuri ky do ta shpëtoj dhe do të shpëtoj edhe të ardhmen vet, mos përfundojnë në burg, sepse Rama si person, kam thënë herë të tjera, është karakter shumë i dobët. Është frikacak, një person me karakter të dobët që nuk menaxhon dot veten, dhe Rama nuk e mban dot burgun. Një person vanitoz që e ka mani ta shpërhapi, ta shpërfaqi luksin e vet. Të jetoj duke pirë verë 33.600 euro apo 50.000 euro vera, duke veshur atletët që janë 10.000 euro atletët, apo kostumi Brioni 10.000 euro që vesh, apo një orë dore që ka marrë 470.000 euro. Më përpara ka pas një Filip Patek 136.000 euro, mos gaboj, kur ka ardhur sekretari Keri. Pra një person që e shpërfaq luksin e vet, edhe vdesje të qendrës vëmendjes, e ka shumë vështirë të izolohet brenda një kafazi. Kështu që këtë gjë ai e di dhe dridhet dhe tenton ta negociojë duke bërë manovra të tilla që rrezikojnë seriozisht të ardhmen e Shqipërisë. Federica Mogherini është në akuzë për korrupsion dhe ditën e sotme ajo ka dhënë dorëheqje. Si e keni parë këtë vënien në akuzë për korrupsion të Mogherinit dhe edhe pasi u arrestua, u la e lirë, ajo me njërë ka dhënë dorëheqjen dhe një raport mes ndërkombëtarëve që vinë në Shqipëri që politika shqiptare i shet të huajt si kur janë, po themi, kulmi i transparencës, kulmi i sinqeritetit, kulmi që nuk marrin në rishfeta. Pra si është ky raport? Domethënë, e para është që në sensin pozitiv është mirë që këto gjëra dalin, që populli shqiptar të kuptojë që të mos e marrë gjithçka shablon. Pra të heqet ky kompleksi i të parit të huajve me idealizëm, sikur janë të pagabueshëm apo janë të pakorruptueshëm, apo sikur janë gjithkohës të drejtë. Kemi të bëjmë me një person i cili ka qenë pjesë e Partisë Komuniste ose e elitave komuniste në Itali dhe është promovuar nga komunistët, nga globalistët, nga sorosianët, për të arritur në majat e politikës europiane. Dhe çfarë bën kjo person? Vazhdon me ideologjinë e njëjtë, ose të mbështesi krahun që i përshtatet ideologjikisht të majtës ekstreme ose Sorosit, për të shkatruar popullatët, për të shkatruar popujt, për të vazhduar përpara agenda e emigracionit, për të vazhduar përpara agenda e kanabizimit, e drogës dhe e LGBTQ-s. Dhe vjen këtu Mogherini ose Kosi ose çdo kush tjetër dhe i thurë lozhe Edi Ramës. Ndërkohë që ne e dim që Edi Rama është hajdut. Ne e dim që Edi Rama po ndjek një agjendë shpopulluese. Ne e dim që Edi Rama mbledh taksa pafund dhe nuk i kthen në shërbime për qytetarët. Dhe në këtë aspekt, kjo është e mirë që shqiptarët të vetëdijsohen dhe të pavarësohen. Pra t'i besojnë të vërtetës tyre, t'i besojnë asaj që ata ndjejnë dhe që shohin. Pra kjo e ndihmon popullin shqiptar të bëhet më kritik. Deri dje edhe na thoshin anti-amerikan. Ne jemi populli më pro-amerikan në botë, por e bën gati gjysmë e popullsisë shqiptare dhe opozita e bën anti-amerikane. Sot nuk flasin më, sepse deri dje kishim në krye në Amerikë të majtën
të majtën amerikanin që po shkatronte edhe vetë Amerikën, po shkatronte botën, por ndërhyn edhe për të shkatruar Shqipërinë. Janë paguar qindra miliona dollar për të shkatruar opozitën shqiptare. Ndoshta edhe miliarda, por nuk dua që të spekuloj, nuk do të jemi pasakt. Por vetëm me 120 milion të një gjenerator janë përdorur për të shkatruar opozitën. Pra nuk është vetëm problemi i politikës europiane. Ky po shkon te problem global, sepse e majta mundohet të pushtoj gjithë botën. Pra mbështesin njerëzit e majt, politikanët e majt, pavarësisht se janë të korruptuar, pavarësisht se janë hajdut, pavarësisht se janë xhambaz në vjedhje, i mbështesin sepse ata vetë janë hajdut. Pra, në qoftë se do të vazhdojnë të thellohen hetimet, do dali që nuk është vetëm Mogherini që ka vjedhur aty. Mund të dali edhe von der Leyen, mund të dalin edhe politikanë të tjerë. Pra, në qoftë se kjo do të shkojë hetimi deri në fund, do i shërbej dhe Europës. Dhe unë besoj që do shkoj pak ka pak, por do shkoj, sepse me fitoren e Trumpit, bota po shpëton. Bota po kthehet në shina. Po të shikosh edhe në Amerikë, prap e majta po e bën djall Trumpin, pse ai po kërkon që taksat e qytetarëve amerikanë të bëhen publike. Pse ai po bllokon donacione që shkonin për shembull për Somalin, shkonin miliarda dollar për komunitetin somalez në Amerikë dhe disa do shkonin në Somali, por që nuk shkonin parat në ditët të varfërve. Përbetohen sikur janë për të ndihmuar të varfrit, për të ndihmuar popujt në zhvillim etj, por i fusin para në xhep. Edhe tani që Ukraina është në luftë, ta e shfrytëzojnë për të vjedhur, gati gjysma e parave, tha kryeministri i Ukrainës, Zelenski, tha nuk kanë ardhur në Ukrainë. Pra ku shkuan gjysmë miliard dollar? Sa ishte, mos gabojmë me shifrat tash. Gjysma e donacione që u nisën për në Ukrainë nuk shkuan. Nga ana tjetër, fakti që dha donation tregon që ka më tepër maturi, do ta kishte edhe Belinda Balluku këtu, siç e ka treguar Ilir Meta më përpara kur akuzua dhe dha donation, siç e tregoi edhe Sajmir Tahiri pavarësisht se hezitoi në momentet e para, por e dha donation. Do ta japi te Belinda Balluku. Do ta japi te Edi Rama donation. Sepse nuk ka mundësi që të gjithë këta të dalin hajdut dhe Edi Rama nuk është i përzier. Edi Rama nuk digj. Kjo nuk qëndron. Po thash fakti që po dalin politikan të Europës të korruptuar dhe të përfshirë edhe në afera këtu në Shqipëri. Pra kjo zonja Vlautin, bleu një vilë në një kompleks rezidencial shumë të shtrenjtë, por e bleu me 3 fishin e vlerës. Pra nuk është vetëm Mogherini, ishte edhe Vlautin përpara, që mbështeste Ramën dhe reformën drejtësi. Këto kanë mbështetur edhe ndarjen e Kosovës. Pra politikan të cilët vinë për ta shkatruar Shqipërinë. Ne kemi pasur këtu, në mos gaboj, 41 aplikime për ambasador të Bashkimit Evropian, ndërkohë që në Finland ishte vetëm 1 aplikim. Për çfarë vinë këta këtu? Në një vend kaq të varfër që është tranzicion, që ka probleme me drogën, me emigracion, me kriminalitet, me korrupsion etj. Këta vinë për të vjedhur. Këta aplikojnë kaq shumë sepse e shikojnë si një hambar ku mund të përfitojnë para pafund në offshore. Dhe të gjitha lidhjet duhen hetuar. Edhe ky kolegji evropian, që do ndërtoj dhe gjëja do ishte në ndërtim tani në Shqipëri. 5 milion euro i ka vjedhur Velia me Ramën vetëm me projektin. Imagjino tash një projekt që shkon 5 milion euro. Ta sikur do ndërtonin një 5 miliard euro këtu dhe i duhet një projekt shumë i madh. Vetëm me projektin ka vjedhur 5 milion euro. 17 milion euro ishin për studentët shqiptar. Ishte një vendim i qeverisë Berisha për ta bërë korpusin universitar. Dhe kjo u la pas dore. Dhe ja dhan këto 17 milion euro kolegjit evropian gjoja. Ka shkuar fatura 22 milion euro. Dhe këtu Rama me Mogherini janë përfshirë bashkë. Por, duke qenë se Rama e ka të vështirë të marrë përgjegjësi, u del në mbrojtje hajdutëve. E thot Zoti bekoft Mogherini, na thua se Mogherini na kishte shpëtuar ne nga një tragjedi e madhe. Kishte ardhur për të marrë lek Mogherini këtu dhe për të dëmtuar popullin shqiptar, jo vetëm opozitën, sepse kur godet opozitën që dëmtuar shqiptarët, nuk është problem se kush do vinë pushtet. Një parti apo një parti tjetër. Problemi është a qeveriset mirë ky popull apo jo? A zhvillohet Shqipëria apo jo? Ne sot jemi kthyer në komunizëm. Sot monopolin e mbajtjes ekonomisë gjallë ka shteti. Sot ekonomia po mbahet nga paraja e pistë e drogës. Në ndërtim, ndërtimi është diçka e përkohshme, do ndaloj. Po kur ndaloj, kriza do jetë shumë e madhe.
do ngelen njerëz pa punë, do humbasi lek tek shtëpia se do bie vlera e shtëpiave. Dhe shqiptarët do vdesin për bukë. Sepse sot nëse mund të mbahen nga një punë në ndërtim apo mund të mbahen nga paratë e pisa që mund sjellin fëmijët e tyre, që prapë është shumë e gabuar sepse fëmijët do përfundojnë burgjeve, do përfundojnë në përvarën. Këtu vetëm një përfiton. Edi Rama. Të tjerë do kapin burgun ose do kapin varin, për fat keq. Dhe kjo është e tmerrshme. Po sepse kemi njëri pa shpirt, njëri që nuk mendon, njëri që do vetëm pasurohet, do vetëm pushtet. Dhe dilte thash mbron Mogherini, del mbron Ballukun, mbrojti Veliaj në fillim, mbrojti Sajmir Tahirin në fillim, mbron Damian Gjiknurin, mbron Taulant Ballën. Pra të gjithë njerëzit e korruptuar ose janë në akuzë për korrupsion masiv, Rama i mbron sepse është bashkë me ta. E mira tjetër është që duke qenë se të gjithë po goditen, edhe rjeti i Sorosit në Europë po goditet, Sorosi ka një bazë shumë të fortë në Shqipëri, do goditet edhe kjo bazë, dhe si dëm kolateral nuk shpëton as Rama. Edhe Rama do të vuajë pasojat. Për mua Rama dy zgjidhje ka, o në burg, dy rrugë domethënë, ose në ekzil, që të mos e pranojë askush, e të bredhi në përbot, ose të përfundojë në Bielorusi apo në Korenë e Veriut. Kaq ka Rama.